Në plazhin e bardhë të Playa de Palma në jug të ishullit të Majorkës, gjendet hoteli Gran Fiesta, një hotel modern me 4 yje. Hey! Pick it up! Let's get you out of your head. China's hanging out by the railings on the motorship. Godina e bardhë e hotelit vjen në sy që nga larg, ndërkohë që sapo hyn atë, vëmendjen ta tërheq holli i madh nga ku shihen pamje të mrekullueshme të gjirit të Palmës. Gjatë orëve të mesditës, mysafirët e hotelit mund të zgjedhin të notojnë dhe të freskohen në urat e 2 pishinave të mëdha, të pajisura me çadra dhe zhezllong, apo në plazhin e pastër ranor 2 hapa larg hotelit. Keep it up. That's right. Përzgjedhja e ushqimeve është një pikë shumë e rëndësishme për drejtuesit e hotelit, ndaj kushtohet shumë rëndësi të 3 vakteve, të cilat janë të bollshëm. Përveç kuzhinës tradicionale spanjolle, aty serviren gatime të ndryshme të kuzhinave të tjera mesdhetare, ndërkohë që në baret e hotelit do të keni mundësi të shijoni pije freskuese, alkolike dhe koktejle ekzotik. Për të vizituar qendrën e vjetër të qytetit të Palmës, mjafton të merrni autobuset në stacionet shumë pranë hotelit, të cilët do t'ju çojnë në Plaza de España. Nga aty do të ecni vetëm 10 minuta për në Plaza Mayor, nga ku do të mund të shihni katedralen gotike La Seu, si dhe muzeun e saj. Në mbrëmje shijoni shëtitjet buzdetit, një birë të shijshme apo relaksoni në pishinën e brendshme me hidromasazh, sauna dhe jacuzzi.